Është një hadith I bukur që thot profeti alayhi salatu wassalam, mbase të gjithë e dim hadithin. 7 vet do të strehohen në hijen e arshit të Allahut ditën që s'ka hije përveç hijes tij. Dhe një prej këtyre grupeve është wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dhe një person I cili zemrën e ka shumë të lidhur, ka të lidhur me ngushtë me xhamin. Po të vish te ky hadith, fjala muallaqun do të thot I var. Pra sikur njeriu është aq I lidh me xhamin, saqë zemrën e ka këtu me pas I gosh këtu me pas të varë me ke xhamia. Edhe pse hikën me kryj punët e veta ose hikën maro gjonat e veta, prap zemrën e ka këtu në xhami. Kështu është një nga kuptimet ose një nga shpjegimet e këtij hadithi. Pra çdo që të bëjnë aktivitetin tjetër të ditës, domethënë, ai e ka zemrën të lidhme me xhamin, kudo që të shkojë. Erdhi koha namazit ta ke xhamia. Maroi, shkoi kriju punët, erdhi koha namazit ta ke xhamia, namazi me xhamat, subhanallahu. Është shumë I bukur vallahi si hadith. Dhe jo mkot Allahu xheleshanu do ta zgjedhë dhe do ta diferencojë nga të gjithë krijesat e tjera, sepse me të vërtetë ai që e ka të lidhme zemrën me shpinën e Allahut. Në shpinën e Allahut çfarë bëhet? Falet namaz, synet ose farz, lexohet Kur'an, përmendet Zoti xheleshanu, bëhet dua, bëhet tobe, këto gjëra bëhen namaz. Në xhami, falni, këto gjëra bëhen në xhami. Dhe Allahu xheleshanu neve na ka treguar nëpërmjet profetit e tij sallallahu alaihi wasallam se ai I cili e ka zemrën të lidhur me adhurimin e Allahut dhe me shpinën e Allahut, Zoti xheleshanu ka për ta marrë në dorë çështjen e tij, pra edhe në këtë botë edhe në ditën e gjykimit.